Gjesti shkakton debat në shtëpi me komentet e tij ironike, tallje dhe provokime të reja mes banorëve. Gjesti, i njohur për natyrën e tij provokuese dhe humorin shpeshherë të ashpër, vendos të bëjë një tjetër shaka që lë banorët të habitur dhe të irrituar. Teksa qëndron në sallon me disa prej tyre, ai nis të tallet dhe të bëjë komente ironike që shkaktojnë reagime të ndryshme. Më duket se s'kam më këtë ngacmoj këtu brenda, thot ai me një buzëqeshje tallse, duke parë përreth. Tani do filloj të ngacmoj lopën dhe do kërkoj lidhje me lopën, vetëm për lojë, natyrisht. Banorët fillimisht qeshin, duke menduar se ai po bën një shaka të zakonshme, por më pas disa prej tyre fillojnë të shfaqin pakënaqësi. Gjesti, po e tepron tani. Nuk mund të flasësh kështu, se ofendon të tjerët, i thot Ola, duke ngritur vetullat e saj në shenjë habie. Gjithmonë duhet të bësh ndonjë provokim për të marrë vëmendje? Gjesti nuk ndalet dhe vazhdon duke bërë sikur është duke flirtuar me një kafshë imagjinare, gjë që shkakton edhe më shumë reagime nga të pranishmit. Ore, a jeni në Terezi ju? Nuk e shihni që unë jam në kërkim të dashurisë? Më duhet të bëj diçka për të mbajtur lojën interesante. Thot ai duke qeshur dhe duke bërë gjeste të egzageruara. Ndërkohë, Rozana, e cila nuk i duron dot shakat e tilla, i kthehet me një ton të ashpër. Ti s'di më çfarë të thuash, vetëm e vetëm që të dalësh në plan të parë. Po të pëlqen të flasësh kot, po një ditë dikush do të japë përgjigjen që meriton. Gerta, e cila deri në atë moment kishte qëndruar e heshtur, e shikon me përçmim dhe i thot, nëse mendon se kështu do bëhesh interesant, e ke shumë gabim. Po dalësh jashtë, shiko mos gjesh ndonjë tjetër për lojë, se këtu s'të ecën më. Gjesti nuk e merr seriozisht dhe vazhdon të qesh, ndërsa disa nga banorët largohen, të lodhur nga sjellja e tij. Ndërkohë, ai vazhdon të bëjë komente ironike dhe të sfidojë të tjerët, duke krijuar një tjetër moment tensioni në shtëpi. A do të vazhdojë Gjesti me provokimet e tij, apo do të përballet me pasojat e këtyre komenteve? Dëg. Rozana dhe Gerta në një debat të ashpër, fyrje dhe tensione në rritje. Një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Gertës, teksa atmosfera në shtëpinë e Big Brother bëhet gjithnjë më e tensionuar. Rozana, e acaruar nga sjellja e Gertës, nuk përmbahet dhe nis ta ofendojë atë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Gerta, ti je si lopa mura. Nuk di të bësh gjë tjetër veç se të flasësh pa kuptim dhe të fusësh hundët kudo. Të paktën një herë rri në vendin tënd, i thot Rozana, duke ngritur zërin dhe duke e parë drejt në sy. Gerta, e befasuar nga kjo fyrje, fillimisht buzëqesh me ironi, por më pas acarohet dhe i kthen përgjigje. Po shiko veten tënde, moj Rozan. Unë jam e shëndetshme dhe më pëlqen vetja kështu. Ndërsa ti je vetëm një gjuhë e keqe që nuk lë njeri pa e tallur. Kush të ka dhënë ty të drejtën të gjykosh të tjerët? Por Rozana nuk ndalet. Ajo e përqesh më tej dhe shton, jo vetëm që je si lopa mura, por edhe mendjen e ke bosh. Dhe sa për atë që thua se të pëlqen vetja, s'është faji im që dukesh si një fshes e lënë pas dere. Të tjerët në shtëpi fillojnë të reagojnë, disa qeshin nën zë, ndërsa të tjerë përpiqen të qetësojnë situatën. Por Gerta nuk e lë me kaq. Ajo afrohet më shumë drejt Rozanës dhe i përgjigjet me ton më të ashpër. Ti s'ke respekt për askën. Ti ke një gojë që nuk ndalon kurrë. Në vend që të merresh me të tjerët, shiko një herë jetën tënde dhe ku je ka ta ndisur. Debati vazhdon për disa minuta mes tyre, me fjalë të ashpra dhe akuza nga të dyja palët. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje, të habitur se deri ku mund të shkojë ky konflikt. A do të qetësohet situata apo ky është vetëm fillimi i një përplasjeje më të madhe mes tyre? Egli distancohet nga Gjesti, deklarata e saj e fortë trazon shtëpinë e Big Brother. Në një bisedë të hapur me disa banorë të tjerë, Egli shpreh hapur qëndrimin e saj ndaj Gjesti dhe nuk përmbahet as pak në fjalët që zgjedh për të. Ajo duket e vendosur për të mos pasur më asnjë lidhje me të dhe e thot këtë gjë me tone të forta. Unë do t'i qëndroj larg Gjestit. Nuk dua të kem asnjë lidhje me të, sepse ai nuk është personi që unë mendova se ishte në fillim, shprehet Egli me një ton të prerë, ndërsa të tjerët e dëgjojnë me vëmendje.
Ajo shton më tej se ka parë shumë veprime nga ana e tij që nuk i pëlqejnë dhe që sipas saj tregojnë se ai është një lojtar i paskrupull, që nuk e ka as pak problem të manipulojë dhe të përdorë njerëzit për përfitimin e tij. Ai është një strateg i mirë, por jo një njeri i mirë. Unë nuk i besoj më. Dhe nuk dua të jem më pjesë e lojës së tij, prandaj do të qëndroj sa më larg, vijon Egli e vendosur, duke lënë të kuptohet se mes tyre tashmë ka një ndarje të qartë. Banorët e tjerë reagojnë të habitur nga qëndrimi i saj, pasi më parë Egli dhe Gjesti dukeshin se kishin një raport relativisht të mirë brenda shtëpisë. Disa prej tyre madje përpiqen ta qetësojnë, duke i sugjeruar që të mos e marrë gjithçka kaq personalisht, por Egli nuk lëkundet nga mendimi i saj. Jo, nuk është çështje personale. Unë thjesht nuk dua të rri pranë një personi që nuk ka parime dhe që për lojën e tij është i gatshëm të bëjë çdo gjë. Ai nuk është dikush me të cilin unë dua të shoqërohem. Kjo deklaratë e saj pritet të sjellë më shumë tensione në shtëpi, veçanërisht nëse Gjesti merr vesh qëndrimin e saj. A do të ketë një përplasje mes tyre? Apo Gjesti do të përpiqet ta bindë që të ndryshojë mendim? Egli i largohet Gjestit, apo shfaqet një përçarje mes tyre? Në një moment tensioni brenda shtëpisë së Big Brother, Gjesti përpiqet t'i afrohet Eglit, por ajo reagon me ftohtësi dhe nuk i jep asnjë mundësi për të komunikuar. Me një qëndrim të prerë dhe të distancuar, Egli shmang çdo kontakt me të, duke treguar qartë se nuk dëshiron ta ketë pranë. Gjesti, i habitur nga reagimi i saj, fillimisht mundohet të kuptojë se çfarë po ndodh, por Egli e injoron plotësisht. Ajo nuk e shikon në sy, nuk i flet dhe madje largohet menjëherë nga ambienti ku ndodhet ai. Si duket, diçka ka ndryshuar mes tyre dhe Egli nuk ka më interes të jetë pranë tij. Pse më injoron kështu? I thot Gjesti, duke u përpjekur të kuptojë sjelljen e saj. Por Egli nuk reagon. Ajo vazhdon të qëndrojë e distancuar dhe nuk i përgjigjet fare, duke treguar hapur se nuk dëshiron asnjë lloj komunikimi me të. Banorët e tjerë fillojnë të vërejnë këtë situatë dhe disa madje komentojnë mes tyre, duket sikur Egli është shgënjur nga Gjesti dhe nuk do më t'i afrohet, thot një prej tyre, ndërsa të tjerët e ndjekin me kurreshtje këtë dinamik të re. Pyetja që lind tani është, a do të përpiqet Gjesti ta qetësojë Eglin dhe ta sqarojë situatën? Apo ky është fundi i raportit të tyre brenda shtëpisë? Debati mes Rozanës dhe Eglit përshkallëzohet, akuzat të forta dhe tensionet të larta në shtëpi. Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten, dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është një përplasje e ashpër mes Rozanës dhe Eglit. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, e cila shpejt kthehet në një debat të nxehtë mes tyre. Rozana, e acaruar nga sjellja e Eglit dhe disa deklarata që ai kishte bërë më parë, nuk përmbahet dhe i drejtohet atij me ton të lartë. Mos më fol mua ashtu. Ti nuk ke as moral për veten tënde, e jo më të më japësh mend mua. Egli nuk e pranon në heshtje këtë sulm dhe reagon menjëherë, unë s'kam moral. Po ti, që përfiton nga të gjithë këtu brenda dhe bën aleanca sa me njërin, sa me tjetrin? Mos më trego mua për moral, Rozana. Debati vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa Rozana afron duart drejt Eglit dhe i thot me një ton të prerë, unë të paktën jam e sinqert dhe e drejt për drejt, ndërsa ti je një lojtar i pabesë që thjesht manipulon njerëzit. Nuk ka njeri këtu që të beson më. Egli qesh ironikisht dhe përpiqet ta sfidojë, të pas ka djegur e vërteta, apo jo? Prandaj po bërtet. Unë luaj lojën time, dhe nëse ty nuk të pëlqen, është problemi yt. Por mos guxo të më tregosh mua për moral. Banorët e tjerë shikojnë me vëmendje këtë debat të ashpër, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndaluar, por Rozana dhe Egli nuk kanë ndërmend të ndalen. Ti je një mashtrues. Gënjen dhe manipulon njerëzit vetëm që të dukesh i mirë. Po e gjithë Shqipëria po e sheh se kush je ti në të vërtetë. Thërret Rozana, ndërsa Egli tund kokën dhe i përgjigjet me qetësi ironike. Po pra, unë jam mashtrues, ndërsa ti je shenjtorja e shtëpisë. Sa qesharake. Situata bëhet edhe më e tensionuar dhe si duket ky konflikt nuk do të mbyllet këtu. A do të arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, apo do të bëhen armiq të betuar brenda shtëpisë?
Gjesti i kërkon falje Rizartës, a do ta pranoj ajo faljen e tij? Pas një periudhe tensionesh dhe debatesh të ashpra mes tyre, Gjesti vendos t'i kërkoj falje Rizartës për fjalët e rënda që i kishte thënë më parë. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe një shprehje të penduar në fytyrë, duke e pranuar gabimin e tij. Rizarta, më fal. E di që e kam tepruar me fjalët e mia dhe nuk duhet të kisha quajtur të pamoralshme. Nuk e kisha me të keq, ndoshta më ka marrë rrjedha e lojës dhe emocioneve, por nuk doja të lëndoja, i thot ai me sinqeritet. Rizarta, e cila ka qenë shumë e prekur nga fjalët e tij, qëndron për disa sekonda në heshtje, duke reflektuar mbi situatën. Ajo e shikon drejtë në sy dhe i përgjigjet me një ton serioz. Gjesti, e di sa shumë më lëndove? Nuk janë gjëra që mund të thuash dhe pastaj thjesht të kërkosh falje si të mos ketë ndodhur asgjë. Ti e di shumë mirë që unë nuk jam ashtu siç më ke përshkruar, dhe nuk e prisja një ofendim të tillë nga ty. Gjesti ul kokën dhe e pranon se ka gabuar. E di, e pranoj që isha i padrejt ndaj teje. Nuk ka justifikim për atë që thash, por të paktën dua të dish që e ndjej vërtet keqardhjen. Nëse do të mundja ta ktheja kohën pas, nuk do t'i thoja ato fjalë. Të tjerët brenda shtëpisë i vëzhgojnë nga larg, duke pritur të shohin nëse Rizarta do ta pranoj faljen e tij apo do ta refuzoj përfundimisht. Ajo merr një frym të thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, i thot: "Do ta pranoj faljen tënde, por jo sepse dua të harroj atë që ndodhi. E pranoj vetëm sepse dua të ecim përpara dhe të mos lejoj që kjo të ndikojë më në lojën tonë. Por të lutem, mos më zhgënje më." Gjesti buzëqesh lehtë dhe e falenderon, të premtoj që do të kem më shumë kujdes me fjalët e mia. Me këtë përballje duket se një konflikt i madh është zbutur, por mbetet për t'u parë nëse Rizarta do ta besojë vërtet pendesën e Gjestit apo do të mbajë ende dyshime ndaj tij. Gjesti dhe Danja, a ka një fiksim Danja për të? Gjesti, si gjithmonë i prirur për shaka dhe ngacmime, e gjen veten në një tjetër situatë zbavitëse me Danjën. Teksa ata qëndrojnë së bashku në obor, mes të qeshurave dhe batutave, ai fillon të ngacmoj, duke i thënë se ajo e ka fiksim atë, por nuk e pranon hapur. Danja, ti mund të mohosh sa të duash, por unë e di shumë mirë që më ke fiksim. E di që të pëlqej, e shoh si më shikon. I thot ai me një buzëqeshje djallëzore. Danja, e habitur nga fjalët e tij, e kundërshton menjëherë duke qeshur me ironi: "Mos e beso këtë vetë shumë, Gjesti. Pse mendon se do të kisha fiksim ty? Unë s'kam asgjë me ty, thjesht bëjmë muhabet." Por Gjesti nuk ndalet me kaq dhe vazhdon të ngacmoj më tej. Ai afrohet pak më shumë dhe me një ton lozonjar i thot: "Pranoje, ti do të më puthësh. Po të mos ishin kamerat këtu, ti do ishe hedhur tashmë." Danja ngre vetullat dhe tund kokën me një buzëqeshje skeptike. "Mos u gënje vetë kot, Gjesti. Nuk e di nga të vjen kjo vetë besim kaq e madhe, por më mirë ruaje për ditë tjetër. Unë s'kam ndërmend të puth, qetësohu." Ja kthen ajo me një ton të prerë, por me një nënqeshje që tregon se po e shijon kjo lojë fjalësh. Gjesti nuk dorëzohet dhe vazhdon ta sfidojë. "Hajde, pranoje. Nuk ka asgjë të keqe nëse të pëlqej unë. Të paktën je me shije të mirë." Danja i jep një shikim thumbues dhe e shtyn lehtë me dorë, duke qeshur. "Ti nuk ndalesh kurrë, apo jo? Do më bësh të largohem nga këtu, se s'të duroj dot më." Të tjerët që janë përreth i dëgjojnë dhe qeshin me këtë shkëmbim batutash, duke shijuar dinamikën e tyre lozonjare. Megjithse Danja mohon çdo ndjenjë ndaj Gjestit, nuk mund të mohohet fakti që ajo po argëtohet shumë me këtë situatë. Por pyetja mbetet, po të mos ishin kamerat, a do të kishte një puthje mes tyre? Apo thjesht Gjesti po luan me fjalët si gjithmonë? Sfida e mos reagimit. Egli surprizon Gjestin duke i shkuar në krevat, por ai nuk duhet të bëjë asnjë reagim. Në shtëpinë e Big Brother, sfida e mos reagimit po bëhet gjithnjë e më e vështirë për banorët. Këtë herë, i vënë në provë është Gjesti, i cili duhet të përmbahet dhe të mos tregojë asnjë emocion, pavarësisht nga ajo që ndodh rreth tij. Surpriza e madhe ndodh kur Egli, një person me të cilin Gjesti ka pasur shumë debate dhe situata të tensionuara, futet papritur në shtëpi dhe i afrohet krevatit ku po qëndron Gjesti.
Gjesti i shtrirë dhe i qetë, përpiqet të mos lëviz, por Egli, duke e ditur sfidën, vendos ta provokojë në mënyrën më të mundshme. Ai i afrohet, i ulet pranë dhe madje i prek batanien, duke i thënë me një zë të butë: "Hë Gjesti, pse nuk më flet? Mos u bëj kaq serioz." Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe të ndjekin me kuriozitet situatën. Gjesti nuk lëviz asnjë muskull, duke bërë të pamundurën që të ruaj përqendrimin dhe të mos e prish sfidën. Egli nuk ndalet me kaq. Ai fillon ta provokojë edhe më shumë, duke i hedhur batanien mbi fytyrë dhe duke e shtyrë lehtë me shaka. "Nuk do të më japësh asnjë përgjigje? Po sikur të futem në krevat? Hajde, fol një fjalë të vetme." Vazhdon Egli, duke u përpjekur ta bëjë Gjestin të reagojë. Gjesti shtrëngon dhëmbët dhe rri i qetë, duke mos i dhënë asnjë shenjë vëmendjeje. Por tensioni rritet dhe Egli vendos ta çojë situatën edhe më tej. Ai merr një jastëk dhe i jep një goditje të lehtë Gjestit, duke e bërë situatën edhe më qesharake për banorët e tjerë, të cilët tashmë po shpërthejnë në të qeshura. Gjesti përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë që brenda vetes ai po vlon nga dëshira për të reaguar. Ai mbyll sytë, merr frymë thellë dhe bën të pamundurën për të qëndruar indiferent. Pas disa minutash të mbushura me provokime dhe tension, Egli qesh, ngrihet nga krevati dhe i thot me ironi: "Bravo Gjesti, sot të pas kanë dhënë mësime për vetë kontrollin. Nuk e prisja kaq durim nga ty." Banorët e tjerë e duart trokasin për durimin, ndërsa Gjesti më në fund merr frymë i lehtësuar. Ai ja doli, a do të arrijë ai të përfundojë sfidën pa thyer rregullat, apo ndonjë provokim tjetër do ta bëjë të reagojë në fund? Gjesti përfshihet nga emocione të forta, përlotet dhe kërkon të largohet nga Big Brother. "Nuk mundem më, dua të dal." Në orët e vona të mbrëmjes, Gjesti duket i mbytur në mendime, i ulur në një cep të kopshtit, larg banorëve të tjerë. Ai nuk flet me askën, nuk bën asnjë batutë dhe as nuk ngacmon askën, siç është mësuar të bëjë zakonisht. Sytë e tij janë të skuqur dhe të mbushur me lotë, ndërsa her pas here fërkon fytyrën, si për të larguar ndjenjat e rënda që e kanë kapluar. Gjesti duket më i mërzitur se kur më parë dhe për herë të parë, ai shpreh hapur dëshirën për t'u larguar nga gara. "Nuk po mundem më, nuk po e përballoj dot më këtë situatë." Dëgjohet ai të murmuris me zë të dridhur, ndërsa një nga kamerat e fokuson fytyrën e tij të mërzitur. Në një moment, ai ngrihet dhe futet brenda në shtëpi, duke shkuar drejt dhomës së rrëfimin. Banorët e tjerë e shikojnë të shqetësuar dhe komentojnë mes tyre: "Çfarë ka Gjesti? Nuk është mirë fare sonte," thot Ola, ndërsa Loredana vëren: "Nuk e kam parë kurrë kështu. Gjesti është gjithmonë energjik, por sonte duket i shkatëruar." Brenda në dhomën e rrëfimit, Gjesti shpreh dëshirën për të dalë nga shtëpia, duke treguar se nuk ndjen më motiv për të vazhduar lojën. "Jam lodhur, nuk kam më forcë të vazhdoj. Ndihem i vetmuar, i pa shpresë. Nuk dua të jem më këtu. Nuk është më argëtuese për mua, po ndjej një peshë të madhe mbi shpatulla," thot ai, ndërsa lotët i rrëshqasin në përfaqe. Produksioni përpiqet ta qetësojë dhe ta bindë që të mos marrë një vendim të nxituar. Por a do ta përballojë Gjesti këtë krizë emocionale, apo ai do të dorëzohet dhe do të largohet nga shtëpia e Big Brother? Rozana shpërthen ndaj Danjës: "Ajo nuk ka moral dhe po flirton me të gjithë djemtë në shtëpi." Në një bisedë të tensionuar me Gjestin, Rozana nuk i kursen as pak fjalët e rënda për Danjën, duke e akuzuar atë se po sillet në një mënyrë që, sipas saj, është e papranueshme. Teksa po qëndronin ulur në obor, Rozana, e irrituar dhe e zemëruar, i drejtohet Gjestit me një ton të ashpër: "Nuk e kuptoj fare këtë Danjën. Ajo sillet sikur është më e pafajshmja këtu, por në fakt po flirton me çdo djalë në këtë shtëpi. Nuk ka as turp, as moral." Gjesti e dëgjon me vëmendjen, duke tundur kokën her pas here, ndërsa Rozana vazhdon të shfryjë pa kënaqësinë e saj: "E ke parë si sillet me Laertin? E pastaj shkon te Jozi, pastaj me ty, pastaj me të tjerë. Unë nuk kam asgjë personale me të, por thjesht më duket shumë fallto. Nuk mund të jesh kështu me të gjithë djemtë." Gjesti qesh lehtë dhe përpiqet të mos e ndezë më shumë situatën, por Rozana nuk ndalet: "Unë nuk e di çfarë strategji ka ajo, por të jesh e sigurt se kjo po i bën të gjithë djemtë budallënj.
Ajo I jep shpresa njërit, pastaj shkon dhe I buzëqesh tjetrit sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti e shikon me habi dhe I thot, po ndoshta thjesht është e afrueshme me të gjithë, nuk do të thotë që po flirton. Por Rozana nuk është as pak dakord. Jo, jo. Ti nuk e sheh siç e shoh unë. Ajo është manipuluese. Po bën lojën e saj dhe po përpiqet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve. Jam e sigurt që po e bën vetëm për të dukur dhe për të pasur përfitime. Në këtë moment, disa banor të tjerë afrohen dhe dëgjojnë bisedën, duke parë se si Rozana vazhdon të flasë me pasion për këtë çështje. A do të arrijë Dania ta kuptojë se po flitet keq për të? A do të përballet me Rozanën për këto akuza? Situata duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë, dhe një përballje mes tyre është e pashmangshme.